Zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka. Ministër i financave dhe ekonomisë Hekuran Murati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla. Ministri i administratës publike dhe digitalizimit Lulzon Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës Avni Zogjoni. Ministër i kulturës dhe turizmit Fatmir Spahiu. Ministër i sportit dhe rinis Blerim Gashani. Ministër i administrimit pushtetit lokal Rasim Demiri. Ministre e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli. Ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja. Ministër i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha. Ministër i tregtisë, industrisë dhe integrimeve evropiane Mimoza Kusari. Ministre e energjisë dhe minjerave Artane Rizvanolli. Ministër për komunitete dhe kthim Nenad Rashić. Dhe Ministër për zhvillim rajonal Sejnur Vejshall.